Pardon my French. Përshëndetje të gjithëve, të gjithë ju që po dëgjoni në Top Albania Radio, por edhe në kanalin 10 në Digital. Jemi live me Pardon My French dhe kemi kënaqësinë të prezantojmë të ftuarën që nuk ka ardhur asnjëherë në Top Albania Radio. Mirë se vjen për herë të parë Gerta Gixhari. Faleminderit. Kemi ekskluzivitet. Ekskluzivitet. Po pas në fakt Pardon My French nuk kam ardhur asnjëherë, është hera e parë. Dhe me që Rallafi, Jonida ti ke qenë gjithmonë këtu, ke pas gjithmonë të tjerë që i ke ndruar partner. Ja, sot të kemi ty co-host. Sot jemi prezantojmë bashkë. Jemi të gjithë bashkë sot. Cilat janë temat e sotshme? Tema e sotshme Gerta Gixhari, si je njëherë, se këtë duam të dim. Shumë mirë, shumë mirë. E lumtur, unë shikoj shumë të i qeshin sy. Ka u thuar dhe shumë lately. Sa fundmi, flas shqip. Vitin e fundit. Dhe shikoj me një ajër ndryshe, freskët, drama free. Nuk shikom, ndoshta Gerta drama free. Sa thash drama free dhe thash jo. No. Nuk ka lezet. Por është, dukesh, domethënë e reflekton që je shumë mirë. Edhe kjo është më e rëndësishme. Sigurisht, gjithçka vjen nga familja. Do me thënë, unë mendoj që njeriu çdo lloj gjë që mund të kalojë në jetë, që nuk ka të bëjë me familjen, të tjerat zerrohen. Pra, të gjitha dramat dhe emocionet transmetohen aty për aty. Janë kalimtare, një javë, disa ditë, 10 ditë, varet se sa është ai problemi, domethënë që po është gjithmonë një problem që kalon, që lidhet po themi me punën, me karrierën, me miqsinë, me një zëng, me shoqet, me kushëria apo ku diun. Ndërsa në qoftë se unë personalisht kështu them, në qoftë se ti gjërat e familjes i ke në rregull, gjithçka tjetër pastaj i hedh pas krave, domethënë sepse e kupton që është fazë kalimtare, fazë momente, do vi dhe më mirë, po ka dhe më keq, po ka dhe më mirë, kështu që jam shumë dakord me ty, 100%. Gjithmonë jeta. 100%. Nëse mendojmë pozitivisht për gjërat që duam të na vinë në jetë, kam përshtypjen që e thrasim atë që duam të na vi. E manifestojmë. Po flasim me unë e di si manifestoj gjërat e mia? Me zë të lartë. E vërtet atë që do. Vërtas, kur jam vetëm, edhe them, e dua këtë dhe kjo është e imja dhe do ta marr. Dhe të ka ndodhur që t'janë realizuar? Sapo. Më është realizuar diçka që s'ka lidhje fare me suksese. Çfarë ke bërtitur së fundmi? Të bëhem bilionere. Bravo! Ato më duket se e bërtasim gjithë, po varet se si ose kush po na dëgjon. Ja, për shembull, unë manifestova që në fillim të vitit manifestova, sikur unë e meritoj të jem të Shizon Top. Sigurisht. Shikon ti. Gerta, ke manifestuar diçka që ka lidhje me karrierën tënde së fundmi? Me karrierën jo akoma, por besoj në javën e parë të qershorit, në 1 qershor do ta filloj. Manifestimi, se i kam dhe me plane manifestime. I ke në çdo datë një? Jo, e kam sa mbyll një gjë duhet hap një tjetër, sepse dua që gjithë energjinë ta fokusoj tek ajo që dua dhe nuk mos ta shpërndaj. Dëgjoni mirë dhe mbani leksione të gjithë ju që po na ndiqni nga Digital. Gerta ka këtë praktik të pasurit të gjërave, të manifestuarit të gjërave, me sa duket ka në rezultat. Kohët e fundit të kemi parë shpesh, jo dhe ai shpesh në fakt, por në rolin e opinionistes. Pra ti e përzgjedhur si njeri që jep mendime në lidhje me programacione të ndryshme, qoftë në e diell apo edhe pas edicionit të 5 të këtij Big Brotheri. Edhe do doja të pyesja pak se si të duk ky sezon, a kishte larmit e atij të një viti më parë, a pe ndonjë nga personazhet të reflektuar tek vetja jote? Ky vit në fakt ka qenë i qetë për mua, ka qenë shumë i qetë. Do të thoja që, në rolin e opinionistes gjithmonë më është ofruar, si thuash, ajo gjë dhe e kam bërë. Mendoj që jam e qartë në ato mendime dhe ato ide që jap, dhe nuk është se jam njeri si thuash që mbaj ato anët, edhe prandaj për këtë ndonjëherë krijoj ndoshta edhe pak kënaqësi dhe ato replikat e forta në qoftë edhe me rrjetet sociale, por unë nuk kam vendosur që mos
të dal nga vetja ime dhe të them një mendim ndryshe edhe nëse e kam personin përballë, kështu që të qëndroj unë, sepse e disa qetë jam kur I them mendimet ashtu siç I mendoj, jam shumë e qetë. Nëse unë do t'i mbaj mendimet e mia ose opinionet e mia brenda vetes, sikur më bren diçka, them jo, gënjeva veten, jo personin përballë, do të manipulosh për hir të gjës, nuk e bën dot këtë. Nuk e bëj dot, e kam shumë vështirë. Ndoshta është edhe një nga pikat që edhe nuk ecën shumë. Do me thënë, ndonjëherë nuk din edhe se si të manipulosh çik që të rregullohen gjërat ashtu siç do. Mund të gënjejve fytyra ndoshta. Por jo, e kam në radh parë me veten time. Do me thënë, unë dua që të jem gjithmonë e paqt me veten, me mendimet e mia. Nuk e kam fare raport me të tjerë. Do me thënë se si të tjerë ndoshta edhe mund të lëndohen ose mund të ndihen dhe mirë. Për mua nuk është se ka shumë rëndësi. Jam I çik egoiste te kjo pjesë ndoshta. Jam. Se të gjithë do ta thonin këtë gjë, por ashtu ndihem unë më mirë. Ka qenë një vit, po themi që unë kam qëndruar, po themi pak e tërhequr, nuk kam qenë shumë agresive për sa I takon gjërave të mia në kuptimin të jem agresive që ti kërkoj të dal, të kërkoj gjërat aty ku dua edhe në këtë aspekt. Dhe në këtë aspekt, pra të telefonoj këdo, të bëj takime pafund për të marrë atë gjën që dua unë. Jo, kam qenë goxha e tërhequr. Si të duk ky edicion? Dhe kishte një Gerta ky edicion? Jo. Jo, nuk e mendoj që kishte Gerta ky edicion. Unë e kam thënë që kishte pasazhe të shkurtra. Po, pasazhe të shkurtra kishte, por jo. Është e vështirë të bëhesh dikush tjetër, me thënë të vërtetën, sepse asnjëherë ti nuk je në brendësinë e atij tjetrit që ti të imitosh tjetrën, ose duhet të jetosh me një person që ti dish edhe të dish se cilat janë ato makinacionet, ato manovrimet edhe qëllimet, sepse ti e thua atë fjalë, pse e bën atë sjellje, pse reagon në atë mënyrë dhe ku do të dalësh me të gjitha këto, që më pas ti të bësh, po themi, atë personin Niko ose jo Nira. Kemi publicitet, mbaje mend mirë pyetjen se e mora vesh nga vrulli që morën që është një çik me spec. Publicitet. Kemi nisur me energji shumë të mirë. Si po ndihesh Gerta njerë? Ta thash që në Top Albania Radio ka energji shumë të mirë. U transmetuat aty? Po, me njëherë. Po. Nuk e di, sigur të ndron moodi sa hyn këtu. Sa del nga ascensori. Po, është shumë e vërtetë. Dhe hyn, se edhe ambienti është shumë I bukur, me thënë të vërtetën, ke Top shumë I dashur. Ambienti këtu, energjia pozitive. Që ta kuptoj mirë këtë pjesë, duhet të jem pjesë e stafit që të punoj, që ta kuptoj për ditë këtë gjë. Dgjoj se kjo tavolina ka nxjerr shumë kështu dëshira. Kjo ishte tavolina. Realizohen gjërat e kjo tavolina? Kështu kemi dëgjuar. Emisioni jon të gjitha thuajse. Niko, unë zbutan çik situatën se mendoj që lëre pak Nikon të ngacmosh. Të filloj edhe njëra të vrrullin. E ke zgjedhur ekuacionin, domethënë X plus Y para X Y. Ne kemi qenë tek një podcast dhe gjithmonë ti aty mbaje shëndrimin të paktën te Big Brotheri, mbroje disa personazhe që ishin më të urryer nga publiku, më të urryerit të momentit, se normalisht ndryshojnë personazhet, ndryshojnë situatat, por ne kishim dhe live-et celular, e bënin të vdekur njerëzit me komente dhe thoya, pse vazhdon akoma, domethënë ti nuk kjo gjë. Jo, pse vazhdon akoma, pse nuk e ndryshon opinionin që njerëzit pak të zbuten. Nuk të intereson kjo pjesë aty. Domethënë imazhi jote jetë I dashur tek njerëzit. Mërzitesh kur të shajnë? Absolutisht fare. Okay. Fare, jo. Ja, ku ta dha përgjigjen Niko? E para punës shumica ato gjërat që thon nuk është se nuk I kanë të bazuara thua. Nuk I kanë të bazuara, po, se po të jetë në gjë bazuar, hajde të flasim për ca gjëra pa lidhje fare. Okay, the mirë, e paska me veten, jo me mua, domethënë, kështu që. Dhe është kjo gjë që po thonim, ne mbase nuk arrim ti kuptojmë banorët, por këto që kanë qenë brenda. Por jetojnë më ndryshe patjetër që po. Është vërtet? Mbase kuptojnë dhe manipulimet që bëjnë ato aty. I kuptojnë ndonjëherë me sy kur ndiqje? Po, patjetër. Shiko, aty loja me sy është për të gjithë, nuk është vetëm. Jo, tani që ishe jashtë kur shikoja ata që të këtij edicioni. Po. Kuptoheshin jo vetëm syt, lëvizjet e trupit. Është bërë Big Brother si eksperiencë pune. Lëvizjet e trupit ose
ku diun, ule afër, larg, domethënë ti ishe ke kuzhina, domethënë çdo gjë, ne të paktën që kemi përjetuar brenda këtë eksperiencë, kuptojmë ndoshta edhe çfarë është thënë ke dhoma rrëfimit kur ka dalë nga dhoma rrëfimit dhe ka mbajtur një qëndrim të caktuar. Kështu që se jo të gjitha janë aq të zgjuar sa ta bëjnë çik me lezet, do të thua. Po. Pikërisht. Mos me razy. Dhe këto vit njerëz se bënin fare me lezet njerëz. Ja, këtë vit ishte shumë e dukshme, Lexoheshin totalisht, po nuk besoj që lexohet nga publiku e gjerë. Të paktën ne që kemi qenë aty brenda e kuptojmë. Ta shpjegojmë dhe për ata që po na ndjekin. Pra, nëse ndodh një situatë, supozojmë në këtë Big Brother midis Gertës dhe Nikos, dhe më thrasin mua në dhomë të rrëfimit dhe thonë çfarë mendon për këtë sherrin, e kupton? Dhe normalisht ti do japësh mendimin ton se do jetë mendimi yt aty që do përfshihet dhe ti kupton që ky sherri ndoshta ka rëndësi dhe të futem dhe unë te ky sherri dhe del nga dhoma e rrëfimit dhe i bie dhe Nikos dhe Gertës. Ka lezet. Fix. Kështu që reagimet Pse ju mendoni që un kam qenë person që dikohesha nga dhoma rrëfimit? Jo, absolutisht. Unë mendoj që ka qenë. Mos them që krijoi minuset e mia prandaj kanë ardhur se un kam qenë jo bindse. Ideja është që për këtë po flasim. Pra, jo të gjithë mundet ta menaxhojnë, domethënë janë pak më impulsiv se ç'duhet për të bërë reagime. I gënjen dhe fytyra disave, për të bërë reagime. Shiko, ideja është që ka shumë lojtarë të cilët dorëzohen. Pra, në një farë mënyre dorëzohen dhe ndonjë mesazh ose ndonjë fjalë që mund të thuhet ose ndonjë orientim sado i vogël që mund të jetë, ti e keq kupton atë. A ju ndihmojnë dronat se nuk e kam kuptuar asnjëherë këtë? Her pas here po. Her pas here po. Se ndonjëherë më duket sikur banorët e Bigut ndoshta edhe konfuzohen. Që orientohesh në bazë të dronave, po. Dhe faktikisht dronat rezultojnë të vërtetë brenda shtëpisë Big Brotherit, sepse në momentin që vjen një dron të përçon një mesazh ose aq më tepër që ka patur drona shumë të dukshëm që për një çift të caktuar ose për një dyshe që duhet vazhdoj bashkë me njëri tjetrin se bashkë janë më të fortë, domethënë të gjitha këto mua më kanë. Po jo vetëm për atë çift, për të gjitha çiftet në të gjithë Big Brother. Edhe kur kam qenë shumë. Po, kanë ardhur gjithmonë dron ose kur ka patur një situatë, për shembull unë kur kam patur situatën e përjashtimit nga loja, mua më erdhi dron atë ditë. Unë nuk e dija që do ndodhte ajo gjë. Mua më erdhi një dron nga familja ime. Po me thënë të vërtetën, unë nuk e kuptova që ai dron ishte aq i rëndësishëm. Këtu doja të dilja, pra ju konfuzojnë ndonjëherë apo ju japin zemër? Po droni im për shembull nuk ishte si të më konfuzonte, mua më dha zemër. Sepse unë nuk e dija çfarë do ndodhte mbrapa, se kisha ide fare, domethënë po. Përjashtimi nuk e, po sigurisht. Nuk e dinte njeri, por ty të dha zemër dhe të ndihmoi për ta përballuar ndoshta më mirë. Po. Dhe kur më erdhi momenti i përjashtimit, domethënë unë kuptova që ai dron patjetër që mua do të më jepte forcë për të ecë përpara. Ndërsa kur dronat vinë për çiftet, është e dukshme që ai çift duhet rri bashkë sepse publiku do t'i shohë bashkë. Kjo lexohet shumë kollaj. Jo vetëm nga çifti, por edhe nga gjithë lojtarët e tjerë brenda shtëpisë. Kështu që për mua dronat nuk duhet të ekzistojnë fare, për mua personalisht. Ose drona duhet të jenë për të gjithë njësoj, domethënë unë jam për një lojë të barabartë. Që të jetë në një numër të caktuar. Po ka personazhe për shembull që nuk ju çojnë drona. Kanë familjar për shembull. Mua më kanë ardhur shumë mesazhe që Gerta kemi dashur të dërgojmë dron shumë. Tani nuk kanë ardhur drona. Është se nuk e di as unë çfarë ndodhte kjo pjesë, kështu që se do unë mund të shkruaj Gerta do të çoja edhe unë një dron, po në fakt se si çove dhe një dron. Sepse unë edhe asaj që duhet ja çoja prap nuk ja çova. Po e vërtet ti s'ke çoja asnjë dron. Sepse po nuk mendoj mirë, okay, se ju jeni dhe të brendshëm të medias, kështu që patjetër që nuk lejohet. Për shembull, unë vërtet mund ta dua shumë dikë që është në jo, po ndikon një tjetër gjë, domethënë duhet të qëndrosh. Mesazh kam çuar, po, kurse droni. Po, mesazh po ke çuar. Se ishte më i shtrenjtë droni, që të jem sinqer. Tani Gerta, shumë kënaqësi një herë që je këtu sot, sepse je e vetmja që nuk
ke qenë në Top Albania Radio pas përfundimit të edicionit tonë. Edhe kalove një eksperiencë shumë të mirë, me ulje ngritje patjetër, vazhdon ende të japësh opinione, por pyetja ime e drejt për drejt është, përpara se të dalim tek gjëra pak më personale për Gertën, e shijove, pra është eksperiencë shumë e bukur dhe çfarë këshilli do të mund t'i jepje dikujt që ka dëshirë ta provojë si eksperiencë më pas? Patjetër që e them gjithmonë që është eksperjenca e jetës, është e paharrueshme. Do me thënë ti gjithmonë në kujtesën tënde do e lidhesh me një pasazh të shtëpisë, është e pamundur që ti ta fshish nga jetesa jote, nga ekzistenca jote, prezencën në shtëpinë e Big Brotherit, aq më tepër unë që kam qëndruar gati 4 muaj aty. Dhe është e paharrueshme, është eksperiencë që duhet provuar, është eksperiencë që nëse ke forcë për ta provuar, duhet ta provosh, nëse ke nerva, durim dhe mendon që ja del, pra nëse je tip shumë impulsiv dhe tip tepër emocional, nuk ja vlen të hysh në shtëpi sepse si çdo hysh ashtu do dalësh. Nëse je në natyrë që lufton, pastaj duhet patjetër që ta provosh si eksperiencë, sepse është me të vërtet për mua është unike, është shumë e bukur si eksperiencë. Dhe nuk jam bër kurrë pishman që e kam provuar. Do ta riprovoje nëse do bëhej një All Stars? Nuk e di, kështu derën thes jo, nuk e provoja. Se e kalova njërë si eksperiencë. Po do ishin më të mirët e edicioneve. Do ishin më të mirët. Po. E edicioneve. E kuptoj, e di çfarë është All Stars. Nëse do ta riprovosh, kush mendon që nga ata që kanë qenë do të ishte rivali yt kryesor? Mund të them? Po. Olta. Do ishte shumë e vështirë nëse do ta kisha konkurrente. Ta luftonte. Nëse do ndodhte një All Stars. Jo, do ishte aq e vështirë. Mund të ishin dhe aleate. Po. Arrin një moment që ti ngelesh individ aty tek pull. Nuk kupton se të dyja i shikoja lart nëse do ishin te një All Stars. Prandaj mendoj që mund të ishe po të ishte podi final? Shiko, kur vjen puna deri aty, pastaj askush nuk të çon deri në atë pikë, harroja. Që t'ishit të dyja ju në podin final, po ku i dihet me? Ja, nuk ndodh kurrë. Po e dim shumë mirë si funksionojnë gjërat. Mund të ishit the exception. The exception, ja. Nuk ndodh, ja. Do me thënë, ose do ishit aleate shumë të forta, ose edhe nëse do ishte e merituar fare, nuk ndodh, do me thënë. Ti si motër e madhe, për shembull, do të toleroje më shumë? Jo, ato nuk e vendosim ne, i bie që ta vendosim ne pastaj, nuk e vendosim ne, ato vendos. Po flasim në mënyrë hipotetike. Nëse do jetë, pra kemi një All Stars, ku është Gerta dhe Olta, kur nuk ndodh ajo gjë, harroja, as mos e imagjino fare. Nuk ndodh. Por nëse do të ishte një All Stars, unë ndoshta dhe nuk do të hyja fare. Sepse është një eksperiencë që unë e kam e mora për një herë në jetë. Po, e kam për një herë në jetë, fiks, sepse në një moment të dytë, pastaj çfarë do bëj, do ripërsëris veten, do të thonë unë vajta po themi në fund të lojës. Kështu që nëse do të hyja herën e dytë, o duhet fitoja, o mos hyj fare. Sepse nuk kam çfarë provoj më. Eksperiencën e ka. Është një eksperiencë shumë e gjatë, më kupton, nuk është se unë hyra një muaj dola dhe do hy tash me atë inatin që do eci dhe më shumë akoma. Dhe do shkoj më gjatë. Po unë vajta goxha gjatë. Do më vajta gjatë. Kështu që ato ditët e fundit për mua nuk kanë pik diferencë. Dhe vajti vërtet gjatë? Po, 4 muaj. Kemi sërish publicitet. Kthehemi për pak.